Kazantë të mbushur, mbeturina jashtë koshave, rrugë të ndotura dhe aroma të rënda. Kjo është pamja në disa rrugë të kryeqytetit dhe në vendet e përcaktuara për hedhjen e mbeturinave. Nga mungesa një praktike për ndarje në burim dhe deri te mosdisiplinimi i vetë qytetarëve për të mbajtur të pasur ambientin. Megjithatë, ankesat mbetën të njëjta. Po shqetësuese është, po të e kanë dorë bashkia. Është shumë janë shqetësuese. Normalisht duhet ishin patjetër shqetësim për qytetarët, por problemi është që shteti duhet të jetë i pranishëm jo thjesht si ekzekutiv, jo thjesht si bashki, po e gjithë struktura, qoftë mediatike, qoftë shoqërore, qoftë institucionale, duhet bëjë një reklam të tillë, e cila në thojza është negative, por njëkohësisht duke e bërë këtë lloj reklame ka dhe një ndërgjegjësim, nuk ka nevojë vetëm të bëhet lustra. Në fakt duhet të ndërgjegjësohemi edhe ne shqiptarët. Se në botën jashtë të gjithë janë shumë të kujdesshëm për hedhjen e mbeturinave, ndërsa këtu edhe vetë huajt bëhen si ne. Në pikat ku hidhen mbeturinat dhe në koshat e lagjeve shumë rrallë kryen dezinfektime, me rritjen e temperaturave, dekompozimi dhe kontaminimi, i mbetjeve kthehet edhe në rrezik për qytetarët. Elida Mata, mjeke pranë Institutit të Shëndetit Publik, shpjegon se si ndikon ndotja e ajrit tek shëndeti i qytetarëve. Kryesisht të lidhura këto dhe me ndotjen e ajrit, si kardiorespiratore, apo dhe smundjet maline. Një monitorim të vazhdueshëm të njësër elemente, qoftë të plurave apo të gazeve të emetuara dhe nga automjetet, dhe koha e ekspozimit ndaj këtyre niveleve nëse rezultojnë të larta, patjetër, sidomos kur digjen mbeturinat, emetojnë nivele gazesh në mjedis. Janë faktor risku në ndotjen e ajrit. Patjetër, kur realizohet djegja në mënyrë jo brenda kritereve. Ambientalisti Sazan Guri thot se ekipet e pastrimit të bashkisë vetëm sa e kanë progresuar shërbimin e pastrimit në kryeqytet. Situata e mbetjeve, e grumullimit tyre në kryeqytet në Tiranë, mbas asaj që ndodhi kryetarit të madh të bashkisë, se çka një bjerje, një rënje, një dembelizëm, ose e thënë troqë, sasia mbetjeve brenda në kazan dhe jashtë tyre është në maksimumin e tyre, që do të thotë që mblidhen më rrallë. Kjo aromë e lëshuar nga mbetjet, nga lëngjet e tyre, sepse e hidhen që gjitha bashkë. Çaj kushton që Shqipëria ka gurore që prodhon plur gërqere pa fund. Çaj kushton tyre. Me një gërqerizim plur e rreth e rrotull, asnjëherë, as të nuk bëjnë. As ndërrimi i shpeshtë i koshave dhe as projektet e zbatuara me shumë donator nuk i kanë zgjidhur problemet me ndotjen urbane në kryeqytet. 11 vite më parë, Lulzim Basha në cilësinë e kreut të Bashkisë së Tiranës prezantoi projektin për diferencimin e mbetjeve dhe vendosjen e kontenjerëve nëntoksor brenda unazës së vogël të Tiranës. Kriteri i parë është që brenda një viti të gjithë kontenjerët e plerave brenda unazës së vogël të Tiranës do të ishin nëntoksor dhe diferencuar. Kriteri i dytë ishte që ky shërbim do të shtrihej gjithë qytetin e Tiranës brenda 3 vitesh. Të njëjtin premtim e përsëriti edhe Rion Veliaj në vitin 2022, madje duke inauguruar 2 koshat e parë nëntoksor në sheshin Sulejman Pasha, çka do të shënonte edhe fillimin e pilotimit të teknologjisë së re për pastrimin e Tiranës. Miliona euro të shpenzuara për menaxhimin e mbetjeve urbane dhe premtime që nuk u bën kur realitet. Dorian Teliti, antar i Këshillit Bashkiak, pranon se situata me mbetjet në kryeqytet është alarmante, madje edhe më e rënduar është gjendja në landfillin e Sharrës, ku projekti për inceneratorin mbeti në letër. Situata është që shihet. Kosha plot apo plot anë mban Tiranës. Shkon në çdo lagje të Tiranës, shikon kosha plot, të cilët shpeshherë kalon 10 ditë, kalon 24 orë pa u zbrazur. Pse them doti? Ato janë plera funditës. Ekspertët e shëndetësisë mund ta shpjegojnë akoma më shumë mirë. Por ato mund të përbëjnë dhe rrezik për shëndetin e njerëzve. Ne si Këshilltar Bashkiak kemi kërkuar të paktën të bëhet transparencë mbi situatën. Kemi kërkuar seanca dëgjimore me drejtuesit e bashkisë. Seancat dëgjimore na janë refuzuar. Kemi bërë shkresa zyrtare për të marrë informacion si po menaxhohet. Praktikisht që nga momenti i parë pra mbledhja e mbetjeve, transporti i tyre dhe pastaj trajtimi i tyre në landfillin e Tiranës, gjë e cila neve na refuzohet. Jemi në situatë mungese totale transparencë.
Jemi në situatë e cila uroj shumë e përgjithsisht jetë mos kthehet në situatë problematike. Prej të paktën 6 muajsh, landfilli i Sharrës ka arritur kapacitetet maksimale për depozitimin e mbeturinave të kryeqytetit. Për këtë arsye, kompania koncesionare, e cila prej kohësh është në administrim të shtetit, i është drejtuar autoriteteve me një kërkesë për zgjerimin e kapaciteteve. Kontrata e koncesionit për inceneratorin e Tiranës u miratua në dhjetor 2016 për kompaninë Integrated Energy. Ajo përfshinte ndërtimin e inceneratorit dhe menaxhimin e landfillit të Sharrës për një periudhë 30 vjeçare. SPAK nisi hetimet mbi dyshimet e abuzimit me miliona euro në vitin 2021 që u intensifikuan më vonë deri në arrestimin e zyrtarëve të lartë.